shikues të emisionit Këshia Show, mirë se erdhët në emisionin tuaj dhe tonin Këshia Show. Faleminderit publikut që gjithmonë i kemë prezencë si pranë ekraneve televizive dhe në sallë. Një dorëtëkitje të madhe për Arditi Kompani, Go Taxi, për Albert Fazion, që sonte i kemë prezencë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe Fitim Goshit, këngëtarit tonë të mrekullueshëm që gjithmonë e kemi prezencë. Dorëtëkitje për Fitën edhe për sintashin tonë. Faleminderit shumë. Medical Park, faleminderit shumë për operimin që më ka bon, i ku humb 22 kg. Faleminderit shumë doktor Mzigoshi, gjithë ju që doni me pesh, edhe më duk kështu infekcione, shkoni te doktor Mzigoshi edhe caktoni terminin tuaj. Dorëtëkitje pak se jam probleme me vendurë. Është ujë si bura, një shishe ujë si bura është një hap drejt jetës së shëndetshme, është problem vendurë. Faleminderit shumë pronorit Suleman Goshi, që është sponzori i juni. Dorëtëkitje pak edhe këto. Është Aronia, Pia Aronia, që nuk është vetëm laungje, por ka edhe veti shëruse. Është 100% natyrale, gjithë ju që e dini veti shëruse të Aronies, e dini që është e mirë shumë për smundjen e kancerit. Përndryshe pronori Sad Berisha ka nga Zvicra dhe ka investuar në Kosovë këto në Prizren. Faleminderit shumë pronorit e Sad Berisha, dorëtëkitje. Është Honda KS, gjithë ju që doni me pas generatora industrial apo shtëpiak, pajisje tjera, skutera për fëmijë dhe të rritur, i gjeni tek Honda KS. Faleminderit shumë. Edhe për këto pak dorëtëkitje nëse doni. Është Nurazan Home Decor, që ne ka dhëruar këtë llamp të mrekullueshme gjithë ju që doni me pas kësi llampe, e gjeni tek faqja Nurazan Home Decor në Facebook. Përndryshe janë zbritje veç 30 euro një llamp kësi e mirë. Dorëtëkitje madhe për është faqja Online Depo në Instagram që produktin më të kërkuar e kanë dritat dekorative për kopshtet edhe ambientet e juve, që e kanë veç 1,49 euro metri i dritave. Faleminderit shumë, dorëtëkitje madhe për to. Si dhe është për fustana nusërije gjithë juve që vynë, është Jeta Arifi, e gjeni në Facebook edhe në Instagram. I ka fustanët të mrekullueshme, është dizajner e re, edhe mjafton me ime pa faqen e saj në Instagram dhe Facebook. Dorëtëkitje madhe për to. Shikues të dashur, po besoj që e dini që në Shqipëri po ndodhin disa protesta, nuk është situata bash mirë. Edhe me një mik të emisionit tim e kem pas lënë peng një intervistë me bë bashk para zgjedhjeve në Kosovë. Ai nuk është i preferuar i Albin Kurtit, nuk ka më mendim të mirë për të, prandaj edhe kemi zgjedhur sonte se ka menduar që na e mojmë veç kryeministrit. Mirë po e kemi ftuar për aktualitetet politike të Shqipërisë. Është avokat i njohur në Shqipëri. Ka qenë edhe është kryetari një partie atje, nëse s'gaboj me neve sonte është Altin Gunxha, e ftoj me dorëtëkitje të mëdha. Për herë dytë. Falenderoj dashur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën. Dorëtëkitja e madhe sa është për herë dytë. Edhe mamaja ime të çon të fala, sidomos për Aronian, që i çova atëre, por dhe për librin që më dhe sepse mamaja më ka lexuar, ne kam lënë për verë. Të ngushtë. Ta garantoj që kena mësuar vetë Aronia. Faleminderit shumë. Një korrigjim i vogël që kam dhënë dorëshe nga partia që e dhash më një herë sepse thash që ishte faim me atë rezultat dobët me 2000 vota në çfarë. Ke thonë po. Edhe thash duhet të tregojmë një figurë të re. Po thash mos e ke bënë parti të re se po çon protesta për det. Kam bërë be që nuk do të kandidoj kurrë për kryetar sepse një herë që e bëra nuk nxora gjë drejt, më mirë të janë tjerët. A shpëtuve në protestë kështu se të kena po tu ka çavit me ndonjësi speciale kështu? Kam bërë gjilpëra, kam marrë ilaçe të veçanta, kam bërë lloj që të vija të më sillte zërin për ty, sepse më iku zërin zvërnec ditën e shtunë kur përballem me përplasje policie dhe më kanë ndjek syt me një sprite për arinj. Dhe më kanë ndjek syt sa unë e di. Zvërnec, a? Çka po ndodh realisht në Zvërnec? Në Zvërnec këta u tmerruan sepse mënyra se si ne reaguam kur pam Zvërnecin kthyer në Gaza, në kuptimin e telave me gjëmbasin Gaza, me forcat speciale private, të cilat ishin si ata të Gazës, të IDF-it, që i merrnin zvarr njerëzit si kolonët në Palestinë, mënyra se si godisnin dhe ishin të dhunshëm, sikur ishin trajnuar nga forcat e Izraelit, ne reaguam fort dhe reagimi solli në Tiranë një val të re protestash që filluan që ditën e diel, dhe nuk pushuan vetëm ushtuan dhe këta u tmerruan dhe sot morën vesh që e kanë braktisur Zvërnecin, janë larguar gjithë rojet përkatëse, kanë lënë dyert e hapura, tamam si një luftë ku ka ikur ushtria pushtuese. Aty është, si thosh, një situatë krejt e re. A kishin frikë, domethënë nga një avokat në protestë kur dole? Se avokatat janë tash kallëzoj pse. Janë kohë të mërshëm. Ne i goditëm fort tek fakti që policia private helmoi policin.
Dhe unë isha në spital për sytë e mi, se nuk shifsha më, po aty para me kishin qenë 10 policë. Pra ata kishin treguar një arrogancë sa kishin plagosur dhe policinë dhe ministria nuk veproi. Ministria e Brendshme, drejtoria e policisë duhet me një herë të kishte vepruar, të kishte arrestuar të gjithë, por mbi të gjitha duhet kishte shkarkuar të gjithë zinxhirin e policisë, sepse policia pa me sytë vet se çfarë po ndodhte të tjerëve, pastaj ndodhi edhe vetë policisë dhe nuk reagoi, sepse kjo tregon që në Shqipëri nuk është drejtor policia që kujtojmë ne. Drejtori i vërtetë i policisë është ai që është pronari i privatizimeve, i kampeve të refugjatëve në formën e kampeve si Gaza që bëjnë ata, sepse në këndvështrimin tim aty mësuam që policia nuk merr urdhra nga drejtori i policisë, por merr nga oligarkët. A di pse tasha kishim frikë se e kam lexuar një thonë shumë interesant për avokatët, thonë avokati me çonten. Ti ngjelet duke lexuar për avokatët, sa vi unë këtu. Avokati thotë me çonten e tij të parë është në gjendje të grabes 100 persona të armatosur. Ishin 100 persona të armatosur atje. Pa ormes ti. I zhveshëm gjithë. Avokati është në gjendje vetëm me një çontë me grabit pa. Absolutisht me laptop. A është e vërtetë të thonë që ka për avokatët? Varet shumë, po unë kam zgjedhur që të jem kështu çarmatosës i kriminalëve të policisë shtetit. Po në Zvërnes kam dëgjuar kështu që domethënë ka pas edhe rituale satanike në kohën e Enver Hoxhës. Ka shumë teori, ka shumë situata, kemi një fakt që kemi të konfirmuar tashmë, që u është marrë gjaku, plazma, fëmijëve të vegjël sa kanë lindur, dhe janë vrarë 48 fëmijë të vegjël, foshnjë, disa javore, në spitalin në Tiranë, në maternitetin e Tiranës, në vitet fundi 60-s, fillim 70-s. Madje kemi dhe janë të varrezat e Shorrës të rast. Po, dhe kemi një rast konkret të një familjari që ka, me fjalë, të motrës si Sepakur, të pastor Akilpanus, një miku tonë në Tiranë. Po e një, Akilpano është jashtëzakonshëm. Motra e tij është një nga të vrarët pëkatës. Po, domethënë nuk është vetëm teori konspirative, por ka diçka të vërtetë. Jo. Këta i kanë pas, po ti e di çfarë ka ndodhur sot. Kemi një vit që kemi hapur një qendër satanizmi në Tiranë, që është i shtëpia e Enver Hoxhës. I shtëpia e Enver Hoxhës ke bloku, është kthyer qendër e satanizmit. Aty bën rituale satanike, kemi me video, kemi me filmime, bën edhe këto me transgenderizma, me këto lloj gjërash, po kemi parë realisht si rituale satanike. A është e vërtetë që po flitet kështu, domethënë në rëndom nëpër popull këtu në Kosovë dhe Shqipëri, po edhe në TikTok po thonë që Izraeli po don një atë të ri në Shqipëri? Un kam që në shtator 2024 që kam ngritur pretendimin tim, në atë kohë që nuk e besoj njëri, po tani kanë filluar ta besojnë gjithë, që Shqipëria është projekti i krijimit të një Izraeli të ri të shoqërisë së hapur, e kundërta e Izraelit sionit. A do shkatërrohet Shqipëria krejt? Siç e shohim ne me të gjitha dhënat që kemi për ditë, rezulton që të gjitha politikat e qeverisë synojnë të sillin kolon kolon judej, që ne në Shqipëri themi me ëmbëlsi çufo. Ka qenë një libër Çufo dhe Bubi Kaçorre. Dhe ne i themi Çufo për shkak të mos thënë në fjalës çifut, me fjalë për këtë arsye. Dhe e dyta është që e kemi të sigurt nga të gjitha dhënat tona që tokat bujqësore të Shqipërisë po i vënë aty në dispozicion, janë vlerësi më i madh i pronave të patundshme si fuqia më e madhe huaj në Shqipëri për këtë qëllim. Kemi të dhëna tashmë që po gjitha marrëveshjet e bashkëpunimit që po bëhen me ta synojnë bujqësinë dhe blegtorin që ti marrin ata, po si asistencë gjëra teknike, po hapi një bank me disa mashtrues aksioner që është bank digjitale. Ajo që është më e rëndësishme nga të gjitha, 4 ministra e kemi të tyre, që është Ministri i Brendshëm, i Jashtëm, i Drejtësisë edhe i Mbrojtjes, që janë kuptimin shabat gojmë të tyre, 2 prej tyre janë sionistë njohur. Kemi tashmë të gjithë sigurinë kibernetike, të gjitha faqet online, gjitha dhënat tona në duart e tyre në Shqipëri, dhe mbi të gjitha këshilltari ekonomik Edi Ramës, që ka bërë Shqipërinë, si thosh, këtë vend të shpopulluar që kemi ne sot këtu, quhet Ricardo Hausmann dhe është çufo nga Venezuela, që është kontraktuar nga Soros dhe Sokratis Kokalis në vitin 2013, që të bëjë këtë Shqipëri që kemi, quhet agjenda e shpopullimit. Tash ka thurë agjenda e ripopullimit. Kanë hapur një ambasadë me urgjencë në Indi, me një marrëveshje drejt për të sjellë 1 milion indianë në Shqipëri. Dhe po ashtu kanë bërë një marrëveshje me Filipinet për të sjellur 10 mijë mbas 100 mijë Filipinas, sepse Filipinasit dhe indianët janë të vetmit sklever të përshtatshëm, friendly për kolonët e ri judej që do vinë në Shqipëri. Tashmë e gjithë territorion, gjithë tokat bujqësore, tokat kullotat, paketa e maleve, paketa e investorëve strategjik, gjitha plazhet tona, pak nga pak, brenda 5 vjetësh deri 10 vjetësh do të jenë, si thosh, me flamurin e Izraelit ose me flamurin e shoqërisë së hapur të George Sorosit. Sepse sipas meje, George Sorosi në të majt, Bibi Netanyahu në të djathtë apo Jared Kushner në të djathtë, janë dy duar të njëjtës kohë, të njëjtë oktapot që quhet Rothschild Family and Co,
të cilët si tush luajnë me të majtën dhe djathën, dhe në Shqipëri një punë e bën Sorosi, që është e majta si tush, dhe një punë e bën Zharet Kushte me Ramën, që është halli Ramës, që të gjejë shpëtim në Amerikë, sepse i kanë dhënë dënimin që ky njeri nuk do të shpëtojë dot nga Amerika. Për të shpëtuar nga kjo gjë, ai shfrytëzoi luftën në Iran, sepse para luftës në Iran ne diskutonim kur do arrestohet Rama, bashkë me Belinda Ballukun. Në momentin që filloi lufta në Iran, Rama shpëtoi. Sepse ka hallet tjera bota. A ka humbur Amerika luftën në Iran? Unë nuk besoj që Amerika ka humbur në luftë në Iran, unë besoj që Amerika ka pas një plan që të, si tush, humbas në dukje një luftë, por në fakt të forcoj pengmars, atë targetin që i ka dhënë urdhër pengmarsi për të shkatruar. Pengmarsi është Izraeli, Amerika është vendi pushtuar dhe Irani, që duhet shkatronte Amerika, në fakt u fuqizua nga Amerika, pikërisht për të hequr qafe pengmarsit, që është lobi i fuqishëm jude në Amerikë. Edi Rama ka shpëtuar, po thonë, nuk arrestohet. Për momentin, sa të vazhdojë luftë, Po kush është më i mirë dhe kush është për popullit, domethënë kryeministri jonë këto që i kemi aktual, Albin Kurti apo Edi Rama, sipas juve? Janë të dy zogj të kyçes Soros, janë të dy zogj të kyçes greke dhe serbe, janë të dy zogj të kyçes të këtij establishmenti global. Pse po thu se janë akuza trona për kryeministrin Kurti serbe? Unë e kam që në 2004 që jam i bindur që Albin Kurti ka ardhur në një agjendë njësoj si Enver Hoxha në Shqipëri, që agenda është si do të aprishim Kosovën me Amerikën, sepse nga që s'kemi çaj bëjmë Amerikës me Kosovën, atëherë kemi çaj bëjmë Kosovës me Amerikën. Dhe unë kam monitoruar Albin Kurtin. Kjo është e rëndë. Do të po thuaj që vasat Çobrillovicin po do më ia çuam manetin vend? Unë kam monitoruar Albin Kurtin nga viti 2004, mund të jemi vetëm shqiptar që kam monitoruar që në 2004. Kam 22 vjet që e them këtë gjë. Ky njeri ka ardhur këtu pikërisht për të krijuar frymën e parë anti-amerikane me patriotizmin. E nisi me organizatën Otpor serbe, bashkëpunimin me Kanin. Unë i kam parë në Tiranë që kanë ardhur bashkë me serbët. Ky ishte me një shoqat shqiptaro-serbe kosovare në atë kohë që quhej Kan dhe financohesh nga Sorosi, dhe ky vetë është pjesë e networkut Soros. Unë kam monitoruar që 22 vjet gjithë mediat e Sorosit në Shqipëri dhe gjithë shoqëria civile e Sorosit në Shqipëri promovonte Albin Kurtin që fliste për vetvendosje, pra për të kundërt në shoqërisë së hapur, dhe projekti ka qenë i Miloševićit dhe i Shërbimit të Sigurisë serbe në atë kohë në vitin 99, si ne do të krijojmë në Kosovë një frymë anti-amerikane. Kush është rruga? Patriotizmi. Pra do bëjmë një patriotizëm anti-amerikan. Si të dëmtojmë këto marrëdhënie. Dhe kur ka pas një debat Albin Kurti me disa zyrtarë amerikanë tash së fundi kur qeveris, pra si kryeministër, ata e kanë thënë ti nuk e ke me ne. Ti se ke me Trumpin, ti se ke me Biden, ti se ke me Obama, ti ke me të gjithë, ti ke pas dhe me Bushin. Ti je historike. Pra ti e ke me Amerikën, se ke me një palë. Dhe unë jam i bindur që Albin Kurti por i përsërit agjendën shqiptare të shpopullimit, sepse unë nga të gjitha dhënat që shoh një krizë themelore në Kosovë, siç e pash në 2014 në Tiranë që asnjë nuk e shifte. Dhe unë ndihem i trishtuar kur vi i ftuar këty, sepse e di që po vi në një vend që s'do më gjojë askush, gjithë do më shajnë, por nuk e kuptojnë dot që mas 10 vjetësh ata do më thojnë ka pas qenë një avokat që kishte drejt. Dhe ky është mallkimi Kasanës. Kur je taku, bravo, dardhëgitje për avokatin. Kur je taku me disa njerëz se mboni përshtypja në biseda private. Më ndodhi në Durrës vetëm para 2 javësh, shkova në Durrës, aty unë kaloj çdo weekend. Takova 2000 shqiptarë të Kosovës, se i takoj vazhdimisht kur shkoj në Durrës, po i takova në pavarësisht janë në 2 pika të ndryshme. Të dy ishim votues të Albin Kurtit gjithmonë, edhe unë bëja gjithmonë debat të ëmbël me ta se kam miq. Dhe hera parë kur njëri më tha, ka fillu tha me dyshu tha. Dhe kam përshtypjen se s'kam me dhënë votën. Ndërsa tjetri më tha gjë dhe më të rëndë, kam fillu me dyshu tha se ky nuk është i joni dhe ti ke pas drejt. Për Albinin tha kështu. Të dy kishin një situatë të ngjashme, flisnin për një ekonomi të ngrirë. Flisnin për një bllokim të lirisë ekonomike në kuptimin e hapësirës tyre për të ndjerë mirë me paranë, me qarkullimin e parës. Dhe unë ndjej që në Kosovë po ndiqet agjende e ndryshme teknikisht nga Tirana, pasi ju keni këshilltar tjetër. Ne këshilltari jonë quhet Ricardo House, është një çufo nga Venezuela. Ai e ka bërë Shqipërinë këtë që është. Këtu ka një agjendë tjetër, këtu ka një model tjetër realizimi të projektit tyre. Këtu ka filluar një shpopullim si në 2014 që nuk duket, po është shumë i fuqishëm. Dhe ka një bllokim ekonomik Kosova. Ka një është nga paditëria apo? Jo, nuk është. Këta kanë këshilltar. Dhe këta si Rama, si Albin Kurti kanë këshilltar, nuk kanë shqiptar. Dhe këta këshilltar dinë mirë se çfarë u thon. Unë ndjej me dhimbje që aty tash do më shajnë shumë vet, po ndjej me dhimbje që ne shqiptarët jemi të mallkuar nga 8 nëntori 1941. Komunistët serb kanë drejtuar Shqipërinë, kanë drejtuar Kosovën dhe do të vazhdojnë ta drejtojnë Kosovën dhe Shqipërinë bashkë me çufot për kace që i themi ne, pikërisht drejt realizimit të projektit final. Si të na zhbëjnë ne. Kosova është e vetme që ka shpresë të shpëtojë fort
nëse do kishte një ndërgjegje që mund të linte pikërisht nga mësimet e nxjerra nga 6 vjet e fundit. Në këto 6 vjet ju mund të jeni krenuar me ura që bllokohen, me flamuj që vendosen, por ju keni harruar që fuqia e një vendi është ekonomia. Dhe ekonomi me përballë Serbisë, që kjo është ekonomi komplet në duart e Serbisë, ekonomia e Kosovës. Ishte vetëm në një kohë që kishte një bllokim inteligjent që bëri Ramush Haradinaj duke vendosur taksën. Po të kishin pas një Albin që vendoste taksën, nuk do krijonte teorinë europiane të rreme, sikur në Kosovë ka një problem shqiptar, në Kosovë ka një problem serb, një problem shqiptar. Kështu ka qenë derisa erdhi Albini. Problemi në 2022-shin u ndryshua. Kemi filluar të kemi një problem shqiptar, nuk ka pas një problem shqiptar Kosova që nga 1990. Po problem ka qenë vetë Serbia. Ka qenë vetë Serbia. U shpik Kosova me media, me shoqata, me gjëra dhe mbi Albinin që ushqente këtë Vučić dhe mund ta them me plot gojen. Ka plot njerëz kanë filluar të kuptojnë që si Vučić, si Albini mbajnë në pushtet njëri tjetrin. Të dy prodhojnë narrative nacionaliste në thonjza, ku ndërkohë të dy luajnë duke mbajtur gjallë njëri tjetrin se kanë nevojë për një tjetrin. Kur ri njëri do rri tjetri. Po të bi Vučić bi dhe Albini. Këto akuzat trona, ke frikë, mi thon këto akuza ndaj kryeministrit që i ka fituar 51% të votave. Unë nuk kam frikë me akuzu Shqipërinë që po bëhet Izraeli i ri, kem frikë unë një cop Albin. Po çfarë thua burri dhe? Unë s'kam frikë Izraelit. Do gjete për guximin. Po intervistën e kemi posë një intervistë jashtëzakonshme tek studio juve atë te Pisk në Shqipëri me nëse s'ka po e ki diçka po të Altin, e ki diçka Dritan Gonxhaj? Jo, është një karma e Goxhajve, jam unë, Dritan Gonxhaj dhe Baki Goxhaj. Po e komponi ai djali që bëri atë veprimin e vet që u bashkua me flotën e Gazës. Ne s'kemi asnjë lidhje fisnore me asnjëri me njëri tjetrin, po ne bëu kështu si karma ke parasysh kundër sionizmit në Shqipëri. Po dhe pushtimit të Shqipërisë. Po ky Dritan Gonxhaj ka thënë do deklarohet ako gjithë guzimshme që u spajtuan për shembull. A mendoni që presidenti Rugova ka qenë dezertor? Unë besoj që Rugova ka një kontribut të jashtëzakonshëm në historinë e Kosovës, por është plotësisht e vërtetë që në kohën e krizës madhe ai ishte një lloj dezertori. Në një kuptim është e rombe kjo Altin. Dgjoj, për mua kontributi i Rugovës është jashtëzakonshëm. Po do të kujtoj Ismail Qemalin për të shpjeguar Rugovën. Edhe Ismail Qemali ka drejtëhijet e veta. Ismail Qemali është njeriu më i rëndësishëm i shekullit 20 në Shqipëri, sepse ai flamur që vuri në atë çast, në atë moment i dha botës shenjë që ne këtu jemi shqiptar. Po dhe ai ka drejtëhijet e veta, dhe ai ka historitë e veta të këqija. Për shembull, me Greqinë, dhe ai ka historitë e veta të këqija. Po azbe historia njollat e errta të Ismail Qemalit, madhështia e Ismail Qemalit, jo, e njëjta gjë për Rugovën. E vërtet, por madhështia e Rugovës është jashtëzakonshme. Po i ka përmendë edhe njerëz, për shembull, kemi postë na shumë reagime që domethënë ka qenë një komandant që e ka vrarë shtorin, besoj ke po këtu. Unë nuk i njoh personazhet, unë nuk kam njohuri. Po e ke po intervistën. Po, nuk kam njohuri, po unë një gjë kam mësuar në Shqipëri dhe këtë mund të bëhem garant me fytyrën time, me jetën time, me moralin dhe me nderin tim. Dritan Gonxhaj nuk është nga ata njerëz që gënjen, është një nga njerëz më ndershëm që kam njohur në jetë. Domos nuk djali Delaveri është problem, po. Është një nga njerëz më ndershëm që kam njohur në jetë. Çka do të ndodh me dialogun Kosovë-Serbi sipas juve? Dialogun Kosovë-Serbi, po, a do të vazhdoja, çka do të ndodh? Që në vitin 2025 që erdhi administrata Trump ka ndryshuar historia e botës, pasi ka filluar një rend i ri të ndërtohet, i cili është shumë i rrezikshëm. Kosova i ka bërë një dëm të jashtëzakonshëm vetes në këto 6 vjet, më falë, këto 2 vjet kur bota është në tsunam, varka jon ka nevojë që të drejtohet mirë, ai ka krijuar një krizë permanente, absurde në Kosovë dhe mbi të gjitha ka vrarë personazhe, në kuptimin politik të fjalës, ka vrarë personazhe që ishin shumë të shëndetshëm për si thosh një lloj koordinimi të kësaj varke, Vjosa Osmanin. Unë s'e kam dashur Vjosa Osmanin. E kam akuzuar gjithmonë Vjosa Osmanin. Por Vjosa Osmani duhet ishte presidentja e Kosovës, s'duhet kishte krizë Kosova, sepse ishte i vetmi person i preferuar nga administrata. Dhe arsyeja pse Albin Kurti ka 22 vjet që bën të njëjtën gjë me Amerikën dhe rastin e Vjosës e bëri që Kosova të mos ketë një busull orientuese. Vjosa ishte një busull komunikimi ndërkombëtar në një tsunam botëror ku ka rëndësi shumë si lëviz varkën, se mund të mbytesh. Dhe në rastin konkret mund ta them me plot gojën, Kosova është në një hall të madh sepse ky tsunami i madh e ka lënë anijen e Kosovës patimonierar. Jemi në rrëmuj totale.
Albini nuk është një përfaqësues i cili mund ta mbajë një timon në kohë krize një vjeçare, që e ka krijuar ai, e mban ai këtë krizë, sepse kjo i duhet Serbisë, kjo i duhet armiqve të Kosovës, një krizë permanente që të jetë e paaft për të qenë në lojë. Kosova është jashtë loje sepse s'ka një qeverisje të njohur në nivelin e asaj që quhet lëvizje e çastit. Shqyr që ka interesa të mëdha që luan, siç është rasti i interesave ushtarake, që e mban Kosovën në kontroll, shqyr që ka një ndihmë ushtarake, në një kohë që Serbia është e gatshme për luftë. Po punon për luftë. A do bëj luftë? As Serbia vetë nuk e di. Aty do e di koha se do lëvizi. Askush nuk e njeh të ardhmen e sotme. Po zgjedhje si parashën në Kosovë? Si fatkeqësi e madhe kombëtare në Kosovë. Unë do të kujtoja për zgjedhjet e tanishme në Kosovë, një histori që ka ndodhur në Kosovë në 1111, kur serbët sponsorizuan ardhin e sultanit në Prizren, e sollën me tren. Në atë kohë se nuk e din shqiptarët e Kosovës që ka pas linje kurudhore në atë kohë, në Kosovë, Stamboll. Nuk e din, po ja kujtoj unë që edhe unë se kam pas ditë dhe kam mësu, dhe zbriti sultani, dhe kur zbriti sultani 100.000 shqiptar, përballë gjithë fotografëve ndërkombëtar, dhe midis kamerave, unë kam parë të filmuar këtë skenë midis kamerave të kohës, mendoj 111 me kamera, i kishin sjellë gjithë këta që të shifshin që në Prizren u ul popull, 100.000 njerëz u ulën tokë dhe u falën turqisht ke padishau. Në atë moment thanë, kufir do të jetë Prizreni, nuk do të jetë më ai që kishin menduar ata, që do ishte gjithë Kosova pjesë bashkë me Shqipërinë. Ky ishte një mallkim që i bën vetes, kur sapo i kishin varur me mira shqiptar të Kosovës kryengritje kundër perandorisë osmane, dhe ky mallkim do ta ndjekë Kosovën dhe në rastin e këtyre zgjedhjeve, ku ata do zgjedhin Albin Kurtin, do ja bëjnë vetes, po këtë do ta kuptojmë mas 10 vjetësh, kur të fillojë shpopullimi, të duket si në Shqipëri. E kam një musafer mbrapa skenës që është i shështori ushtrisë ligjore të Kosovës që nuk mendon sigur jo, më lejon me ftuesonte. Më fal, unë mund të them vetëm një gjë si hyrje për pozicionin tim. Unë besoj shumë ke liria e shprehjes, po mendoj që liria e shprehjes është një fjalë rreme. Unë besoj ke liria e dëgjimit, jo e shprehjes. Për shembull, çdo thot, unë besoj që të gjithë ne kemi drejt të dëgjojmë gjitha alternativat. Unë do të dëgjoj dhe Hitlerin çfarë thot. Absolutisht. Por ama nuk ka të drejtë fjalë Hitleri, po ka mund drejt dëgjimi për të. Pra, Hitlerit nuk është se do të jepet liria fjalës. Do të jepet vetëm mundësia që Altini dhe shokët e Altinit dhe kushdo tjetër ti marr ofertat. Të dëgjojmë ç'thot. Pra unë jam pro në mënyrë absolute çdo kujt që të ketë drejtën e fjalës dhe do luftoj fort për të drejtën e tij, kushdo që të jetë. Pse? Se ne na duhet të kemi ne drejtën e zgjedhjes se çfarë mendojmë dhe jo të na mësojnë të tjerët siç bëjnë televizionet që na tregojnë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Prandaj vi unë këtu ke ty gjithë qef e kështu. Do të gjitje për Altinit. Ai ftojmë, edhe ai është goxhë i guximshëm, po është pro kryeministrit Kurti. Me neve sonte shumë shok të mi, miq të mi me Albin Kurti. Po, snajperisti koshorët Musa Smoli e ftojmë me dartëgritje të mëdha. Hajde Mus. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që erdhe. Përshëndetje dashur. Përshëndetje. Respekte. Gjithashtu. Mus besoj dëgjove bisedën. Unë ndëgjova bisedën edhe po him tim film tash. Pse? Po çfarë po kam qef. Okej. Për me him tim ndëgjova mirë me vëmendje këtë burrën e Shqipërisë, jeni vllave im, po je vlla i djallëzuar. Unë jam shumë i ndershëm mbi këtë. Mirë, më vjen kesh për te, po unë e them mendimin tim. E merr këtë cillës kam merr dhe thuam çe. Njo. Çka është kjo? Kjo është ky komandant Badri Manxholli. Pe prezantoj desh aktivisht pak më du. Kjo gazet është që e kum lënë familjen në Amerikë, gruan me 2 vajza, shkruan gazeta e Amerikës, Dallas Morning News. Etnik Albanian që gjilon gruan e fëmijën e kum shit pasurin gjashka për atë dhej. Për që ta dhem si po fol kë. Këtu është restorani, e jam që e kum shit që ku jam këtu. Pa e morë ko shumë. Këtu jem snajperisti më i mirë në Kosovë. Kusht ka shef 2 vjetë ku më shtru në shtëria amerikane. Po, e vërtet, sun ta jam i ardhën po. Kjo është luftëtari i Kosharës. Respekte. Faleminderit. Ky është biznesi jam që i kum zënë vendin e parë si restorant që kum pas vendin e parë, kum zënë në Amerikë. Para se me ful, po du me prezentu pak veten. Këtu jam kur kum ardh te moja Shkelzenit, jam të janë lufta për Shqipëri. Ma me menja si shqiptari edhe të si unë, ha? Sa vjet i ke, bisha po me të vetë. Okej, do me ta Sa vjet i ke? përgjigje. Kjo është... Unë jam stërnip një sekundë. Unë jam stërnip i Salini Vicës. Ti je një Salini Vicën, e kemë rrugë Prishtinë. A je shqiptar apo? Unë jam stërnip i Salini Vicës. Sa vjet i ke? Okej. Stërnip i Salini Vicës, e kemë rrugë Prishtinë. E kemë rrugë Prishtinë. 56. Sa? 56. Okej, 56. Unë kam 50. Kjo është në luftën e Kosharës ku vra rusi. Po. Okej. Kjo është që i kum lënë këto 2 vajza dhe gruan. Me respekt. Shpinë teme, s'ka nevojë. Do më ta kthy përgjigjen.
Jepi. Shumë i pa drejt, shumë i pa saktje, Jepi. Se? nuk kallëzohet se është shqiptar, është i pagum nga dora e djallëzimit, o shumë i sigurt. Këtë 1 miliard e 500 milion që i ka investu Serbia, këtu jonë ajo 1 milion Ku ka investu Serbia? Serbia ka investu për me bo propagandë për kundër e Albinit edhe kundër e Kosovës edhe kundër e Shqiptarisë. Kjo është shumë e vërtet. Ky e ka 1%, ai ka 100.000, 1 milion, nuk e di ditën. Bie, bravo, e di unë. Nga e ditë. E di unë. Po nga e di, më thuj nga e di. Mos është taksist më të bo pa di. Taksist, avukat, edhe këngëtar, jonë njerëz si vish paguar me para se këta këngëtarë. Okej, vande. Ky është avukat, ky është dora e djallëzimit për popullin tonë. Mos e ta vëm pa di. Go, me fokte. Ku i ke faktit, Mas e pot, nalo, mas e pot këtë bagazh. Albin Kurti, sa ka vjet ky gati, Albin Kurti ka bagazh historik, kombëtar, adhetar, një ndër më të mirët në Ballkan. Albin Kurti është djali më i mirë i kombit. Albin Kurti, si student ka qenë me dhetshe, më i mirë në studentet, Me bursë orës. ka qenë në burgje, nëse u konë i kesh Adem Me kamerat e Demoshi, Serbisë. Me kamerat e Serbisë burgje. nëse u konë i kesh Adem Demoshi, ka qenë edhe Albin Kurti. Shokët e veti vranë Tashti. me mitraloz. Okej. A jep të intervista me gazetarët Kjo e më vjen Serbisë. gjuna për Enver Hoxha pëse të kalion me jetu ty. Okej, u duh më mytë. Me kom, se vesh Enver Hoxha ka ditë gjuhën e shqiptarëve, o qiftën e këthina së duh me lon me jetu. Pse? Njo, pëse së duh me lon, të apëtin që ka pëjbojnë kombit. Se jo njerëz më të këqit. A edin kush është Izraeli? Izraeli jo njerëz më të mirë që për shqiptarën më të mirë të botë. Këtë Izraelitët e ka shrehuqit Kosovë. Izraelitët jonë me Albright, Piperman, Vestiglak, Trumpi, çdo një. Shqiptarët i kanë dashur Izraelitët më të fortë. Janë misht më të mirë. Na kem qenë shqiptarët misht më të mirë për Izraelin, se i kem mbrojtë edhe në luftën e dytë botërore. Edhe gjithmonë me Izraelitët kem. Ku me bë marr me investu Izraelitët? Ku me bë marr, në rrepet. Na përzejnë e Ku me vinë bë ata. marr dhe Amerika me investu. Këta Shqipnia. Po pse ky avukati nuk foli kesh për Vučićin? Ku ja Vučići edhe desh Vučići me bë me vllam. Mos fola kesh? Ja, na, pse s'foli kesh? Unë s'fola kesh? Pse s'dole? Unë fola shumë kesh. Fole, Vučići. Unë thash, Vučići rrin pushet, duke përdorur Albini rrin pushet. Por e boni Open Balkan. Po, unë kam qenë protestues. Albin Kurti është i vetmi shqiptari që ka mbrojtë drejtor. Se ju jeni ata që keni humb drejtorët. Unë më ka dash me me një ti si je. Ti si e kërkonesh. Go, ti si e kërkonesh. Pse? Albin Kurti është një ndër liderët prej të utës dhe agronit. Prej të utës dhe agronit. I pari lider në Balkan i shqiptarëve që i kanë mbrojtë drejtor. Që u kanë mbrojnë. Albin Kurti është zëri i popullit. Zëri i popullit është zëri i Zotit. Zoti për neve shqiptarëve. Na Kosova e rujmë edhe Shqipërinë, që këmë menon që e hupin Shqipërinë. Shqipërinë edhe me dash me hup jusmëni, së është garancia Amerikanëve. Këta këshin hup, këta nesër me gjese këshin pru se ebin aty. Këta këshin pru se ebin. Po bashkëtim me gjitha. Po ti e ka volkone e marë? Ja, unë e njo. Unë e njo avukati. Ti s'di as emrin. Ti me të thunë që me thunë jemi të s'madi. Unë e albinistët. Po po. Albinistët. Jo. Albinistët. Ti me ti këta përpara. Po u shafë Albin, të nisen si lukurin e madhe. Dhe vetëm të shajnë, të sulmojnë. Jo. Baba Albin. Jo. Unë jam shajnë kot gjithë kohës. A e tash ti du me ta thonë në vërtet. gjithë s'di emrin mu, emrin s'ma di. Du me ta thonë vërtet. Ma thuj emrin, S'kom nevojë, po. Po s'ma di ova, ti nuk ma di emrin. Po s'kom nevojë me ta ditë se emrin po tratar e kombit. Po pra. Sa po gregi. Emrin e kitë tratar e kombit. Mos janë akuzat rona. Po Ta ta, e pse s'ka luftu ky pra thaj? Po kam luftu. Ti shqiptar je, pse ku ke luftu? Ta tregoj unë. Ku ke luftu? Në vitin 2000 ata ju det që Çka në 2000? Ku ke luftu në 2000? 2000 jo kone lerume. Shmim Amerika momi. Për Kosovën. S'ki lidhje me Amerikën të hish. Më kanë thënë Ti shmim. ke me Sabin lidhje. Ja, mos janë akuzat rona. Ja, diçka. Ka lidhje me Sabin. Unë jem luftëtar i vërtet. Më fal, si ishte kjo Ka lidhje me Sabin, nuk i drejtë më. Ta bëj pyetje unë Më thonë me Albin Kurti është gjeni. Një i Mazzotin. Më fal. Ti e di kush është Salini Vica? Kot për të pyes. Kush? Salini Vica. Nuk e E njeh. kemë rrugë Prishtinë. Zëdhën si i Komiteti për Shpëtimin e Kosovës. Unë e fjalën tonë bisedën tonë nëse kam është vrapë për këtë. Ka nevojë me rrezik. Është vrapë për këtë punë. Ty ti Ku ndëgjova e di fjalën. që kam lidhur me Serbinë? Molla më me ne. Albinistët të punta. Po albinistët të punta. Albinistët vetëm shajnë, vetëm shajnë. Pro Serbia. Po më?
Se ti tash, duke qenë se i ke qef ti me bo këto kamerat e fsheta, ko menu so kamerë e fshet, qa është kjo vlla? Se? Ja, vjene të bëjmë misionin. Jo, do t'i të lutë. Mbyllë emisionin, ikim për Tiranë. Mbyllë me emisionin kur dush. Vish një tralla, vish biseda është. Jo, nuk ka pralla. Unë jam realitet jam. E qa realitet? Unë jam realitet. Albin nuk i thom Albin baba, ti e thuj. Për mua ba, po. Jo, kretë alpinistë. Qe të shkallzej, qe? Thmijen kërë ka re. Kene ardhë prej Tirane, ka menu se është kamera fshet. Jo, s'ka problemisht, po shara prej Tirane mija ki po shara. Sta priqme. Skore në kamerë fshet, urna mus, ja. Okej, nga. Se cilë për Shka foli ti? Bëm të këtoj përgjegjën. Ti si ati në emrin, që trahtari? Biseda është të tratoj, biseda tratoj të është. Kush? Avokati që Kush fol, je ka emrin? po shka di me unë që ka emrin, unë një ma studio. Bisedën është tratoj, biseda o tratoj. E shka? A shka bisedën, nuk e pranej bisedën tratoj. Ne i tash kom pas respekt Po, për doshët, po shka të ma. edhe prej veteranët. Jo, s'ka lidhë, unë jem i vërtet. S'ka shanse të pralla. Veç pralla. Jo, s'ka Qa shanse. janë pralla? Jo, s'ka Visa, pralla. Qofë është i fort në të fort. Jo, pralla ju nëse folni. Nëse emisionin unë rri këtu. E këtë kalzon pralla. Jo, une nuk e nali prallat e mija kur, se janë të vërtetat mija. Prallat e tu janë vetëm pralla, se janë pralla. Fol me Sadrin, se prej Sadris ko marrë dhe e ky si i zë shpijem ka prem besë. Kretë studion të kthej për poshtë. Kretë studion. Ja, Si që më të luftu me Edi Ramën e me kretë atje në Shqipëri, vi edhe këtu Çka e Une- të luftuat, ja? mes Prishtinës. Une, a këthen të studin, a se këthen nuk e di. Jo, Unë e di, qoftë se ti unë e di se Albin Kurti është heroi i kumbit, për mu. Albin Kurti, unë kom dhënë që u kam një në shokën aty, si kem dhërë gjak për këtë vend. Jo, nuk kem bo, kam jërë që. Ja, se kena po, Vilsat. Ja, unë Njëra, ja, Vilsat, lutna. Unë i qes kretë prej studio shtash. Ja, Që ti lutëm më Vilsat kurdote- se s'ki as mikrofon të kësha lutë më ullë me përcjellë emisionin, Jo, ka orë me nuk- Altinin, Emision nuk vazhdon kështu, Sadri nuk vazhdon. të kësha lutë Vilsat, lutë, na vlo se e ka orë me Altinin, nuk i as mikrofon. Unë se kom gojë. Lutëm, ja. Nëse vazhdon gjithë atë ritme. Ja, nuk vazhdon. studion e ke, Okej, studion e ke. se cilin ka argumentet dhe mendimet e veta. Unë e kom argumentin tem, po Qa fjallë. argumenti vlla? Argument, Ti nuk s'di më thonë emrin, më s'di folë, emrin. unë e kom lirë Ti për nuk di vend emrin, se e kam. Ta na e kom folë. Ti s'di emrin, mërë. Ketë, Si e kam emrin? s'kom nevoj me ta ditë Po, emrin, unë unë e s'di bisedën se e s'ma ndëgjoj. di emrin. Biseda o tratore, jo ti. Mo, të Biseda kësha o lutë, tratore. Vilsat. E tratharë Ramush. Biseda, biseda Po e theme se thot Ramushi këtë gjë. Po, në pet, edhe Ramushi e ka tratu. Edhe i tratharës. Po, Edhe si du në sërdi. Ramushi e ka tratu ka uzën time. 24 Baba, vite kauza ku është janë Albini. unë, e ka tratu ka uzën time. Vilsat. Ka uza jote është Albin Kurti. Vilsat, po. Ka me ndodhë për leshin nëse vazhdon. S'ka problem, na, unë e për veti, Unë ullë në atje Po, pres. ja, s'ndodhë për liqe. Une- Vazhda. Ja se Musa e ka është i nxehtë, po është burë i mirë. ka komune? Unë jam shumë në rregull, a? Po, Pra Musa. dhe temin gjithmonë e foli realitetin. Po. Po. Ullë, të lutëm, Vilsat. S'ka e gore. Fidan, ullë. E gore s'ka, në realitetin temin në gjithmonë e Po, foli. ullë, Vilsat. S'ka më Pa bërë. problem, ja, realitetin si Unë e cilët kom- vetën. Fal, A? Po, ata bëjnë ndërhyrje të shkurtër. Po. Sot gjithë shqiptarët panë me sytë e vetë si funksion albinisti. Albinisti është një njeri që akuzon këdo që i prek Albinin me libër shpije. S'ka fare turp që e ofendon, që e ndyn emrin e tjetrit. Nuk do me ditë, po i prek Albinin ke prek Perëndin. Këta si enveristët e vitit 1991 në Shqipni, që bërtisi dum enverin, dum babën në vitin 1913 me Haxhi Qamilin. Këta njësoj. Kjo është ajo që ka bu Albinin më domi më të madh Kosovës. Ka kriju nukmunin e albinistëve, njerëzve që nuk duan me ditë kë kanë përballë. Mjafton që u prek Po Albinin. problem, s'ka Po të problem. krynë foli. Po Po mos. të krynë. Halo, në Balkan nuk ka shqiptar që ka dhënë kontribut së kërë Albin Kurti. Halo, nuk ka në Balkan. Pse? Unë jem e vetishëm, pse? I ka rujtë kufit, para 2 ditën velipojnë eta me shok njësi speciale të policisë, edhe luftetari i vërtet i plagosën, e kom dëshmini e këtu që ka qenë me mu, tha Musa Smajli. Tha shpesh tha serbet na bin, dhurata na bin eve, tha në punkt atje ku jem na policia, thonë faleminderit për juve, për Albin Kurtit, që na ka pru këtë liri, se na i na konë. Po pse me lirin Albin Kurti ja u solli juve? Po si ja u solli Albin Kurti Po lirin? mos, atë lirin Po e vranë në prej shqiptarët e Kosovës. Lirin e kem fitu, po lirin duhet me mbrojt. Po pse me Albin ja u mbrojt ju? Qysh gudon për shembull izraelitët janë të këqij për Shqipëri. Kush ta tha të Nuk këqij? ka shans me S'ka konë thonë, izraelitët të s'ka këqij. thonë. Kush ta tha ti? Ja, s'ka Po, thonë. Ti s'gjon nga po veshët. biseda jo. Ti s'gjon nga veshët. Jo, po. Unë thash, ata po i sjellë Rama pikërisht bashkë me familjen Soros. Ku me kundër bo më barë Shqipërisë. mu Izraeli këtu? Po me na person me të sjell ata. Amerika, jo, Me s'na na person person. kërkosh. Po hajde shif Se që Shqipëri kjo që kanë një gjë. Shqipëria, Po i ka kanë ditë gjithë nga me luftu Shqipëria.
Brez mas brezi Po i përzen gjithë shqiptarët. Ku jeton? Unë e di, një Ku mirë jeton ti? shqiptar. Ku jeton ti? Unë jetoj Po i shtu. përzen gjithë 1 milion vetë për 10 vjet i përzen. Jo. Si jo. Edhe në Amerikë. 1 milion vetë. Në Amerikë. Po sa jemi ne me 2.5 milionë? Amerika, Sa ishim? sa popull ka Amerikë? O vlla, shqiptarët, janë raca jon. Po ju të Albinit e mohoni dhe i shqiptarin vetëm me mojt Albinin. Vetëm me mojt Albinin. Ai qësëm se e kena një situatë shumë interesante, e kam një këngëtar sonte të ftuar. Me neve sonte, Agran nuk smonje. Hajde Agran. Agran faleminderit shumë që erdhe. Respekte. Musa besoj për një. Edhe avokati Artin Buxha nga Shqipëria. O lështir. Respekt. Mirë që erdhe na pështuve se kem të urrej për pak. Faleminderit shumë që erdhe. E pse më rrej? Po çështë debat, edhe jo Albini, jo Albini. E kem një albinist për betum edhe kem një Kritik me dan ndryshe. Kritik të Albinit prej vitit 2004. Kur ka ardhur të parë të Shqipëni. Po sonte s'ke raftu me knu ty, besoj dhe din. Po atëherë pse më ke thirr kështu me prapavi? Jo me prapavi, jo po. Na unë i kam njerëz të me dhe jam prezantuar edhe këtynve. Unë e di që të ka ndodhur diçka me ne të bëm vetëvendosës. Edhe di që njëri ma të flakt, edhe njëri që ka dhënë gjithçka. Ju ka bë kong. Edhe njëri që ka pranuar kërcënime e sharje çdo ditë, pse i kum knua 3 kong, eventualisht 4. Që në studio teme ke knu 10 kong për Albinin, 20 herë ke orë. Po nuk më ka ndodhur vetëm par dje, po më ka ndodhur qysh mbati, qysh prej 2021-s me të njëjtin person, po nuk e kum bot modhe. Çka ka ndodhur par dje? Po më intereson. Po ka morë vesh ti. Po tash. Tash ti ke dosh me rujt për media, po na i kem të njerëz aty, na i çoj. Mas pore ju përshëndes nga zemra gjithë juve dhe teleshikues. Pak me vonesë. Po ti më ke thirrë sa kesh në Zvicër për vikend. Po. Më kanë ardhur thirrjet, kështu që më thonë ki marr me knu si kam dëm mysafir. Po pas që marr vesh si e di që shihet ti. Kështu që ai personi nuk ka problem veç me mua, po ai është anti-Albin. Po çish anti-Albin, është partida. Ai është në parti, po mua më merr mendja ashtu. Ç'është sonte, mujna me përmend emrin e tij po. Po çka më thon ai u kon kandidat edhe për kryetar komune, këta i thonë kryetar bashkie në Therand 2021-ën, nuk ka fitu, edhe i ndjeri Fadil Lugaxhiu më thirr thot me ardh me festu në estradë se ka fitu Bali Muharremi, edhe na tu festu aty mas nesrit apo të mas nesrit, më takon ajo është Sali Zyba, më takon Shirok. Te Refki Sopa që e ka lokalin aty, edhe më tha, pse ti ke shkuar atje me knu? Thash, unë jam artist, unë e kënoj ku du, unë edhe kanë du. Po nuk jam artist që e veçoj vetëm këta me knu e tjertë, jo, i kënoj krejt, edhe i kum knu krejt. Kështu që, tha, djoldoj se kam, apo djoldoj sa ne, pa qashtu dishka, tha Fadil Lugaxhin, tha mirë na vesh edhe me ta, e nuk i kum ditë, e më kështu pas marrë i nati, me rëgata, më thirën Agran, m'ja bani kong Albinit. Edhe si që kum tregu këto, u konë dhe Bacamus, e thiri Daud Bornik, në është një kompozitor i shkëlqyshëm, thash një kong m'ja ba Albinit. Kur ma qoj tekstin, Mitrovica Boletinit, ka dal hakësht ty Albini, edhe Afrem Bunjaku, ketë konga në regull, edhe kum shku e kum bon të Arben Bityqi. Ata të dytë mirë, teksti mirë, muzika e mirë, e knova, e banëm, deshta me knu në palestër kur ke foshata, e vitit kalum, do me thonë në Shkurt, me thonë në Shkurt që ke në zgjedhjet, nuk më lam me knu, tha, heq nuk banë. Jo ma mërmejnë, po i shkona ashtu që Sali Zyba ka insistu mas me launa gronin. Te mojt ati natin pse kum festu për Balin. E par djetë që ka ndodhë? Edhe, tash, lem të tregoj, edhe më thirë Skender Berisha, familje e madhe Berisha që i përshëndes, thot Albinin e kam nëd si ta krynë palestër me ardhë. E kum organizu kamermanin, ka ardhë kamermani aty, të krejt, erdhën, u përshëndetëm, ma banë Sali Zyba me kry del jashtë. Dolan para od, 2 gra me thminja të këqyr Albinin të para oda. Ka ndodhë kjo? Ka ndodhë në fushata kërë konë 2025-ën. Do më thonë në Shkurt. Tha, edhe ma në gjiti për jauke, tha, s'ki me knu. Thash, për shka? Tha, qashtu, tha, s'ki me knu, tha, se na denujnë. Thash, për më denu, që shi denojshin këngëtarët ose partin, kishin denu me pas knu në palestër, e qëto, ku është problemi? Tha, unë që shto për thamë, edhe erë të më ashtërnu jaukënën.
A ne e në shunë kongën, po thiren ata ku me ta gruni. Hina mrejna, tha e bane tonën, të hinjone. Tha është gjeth. O s'kum ditë, nuk e ngun si kërkan, po edhe nuk dëroj më ngun dikush, se maca mas të të grith. E vërtet. Kështu që Sadre e knova kongën aty, e mirë priti edhe do artrokiti, edhe i moshën sytë lotë, kërë këm përmejna Frim Bonjakun, kryeministrit. Edhe po më thatë, po ma veç më këshyrë shtremt, une apet të menu që jam vetë, po s'mishtam nuk e bon atë madhe, se vyti mi thonë kryeministr, më falë nderoj edhe si që ke po në ashtan në Facebook, shina të fole, të tregush, shka ka thonë Haxhi Hajdari, kështu. Më këqyrë, dyqysh, çuditshëm. Edhe nuk e kum bat madhe, e kum lanë me qaqë. Më kanë përcjell do kere, ja kum marrë numrat, kum shku në polici, nuk reagu në kur gjanë, kanë përcjell do kere, po si që thej ke bali mu arremi atëherë, tha me një golf 2 ta shkojsh në one, tha dhe me gjoma të zi, më përcjellëshin pas e kish në atë gojnë në one, se kur e nguci di kanë, edhe i tutna. Nëse e nguci di kanë, po se nguci kërkan. E që kanë ndodhi për tana... Parë pram, me të parin që ke, me të parin qershor, qysh ma mirë shkoj, ka kum hi atyre, i kum pa edhe aja dhe djoli i vllave tina, qysh më qërshin. U ishna me Gorbexhit, se më duj njerë se nuk i trahtoj, nuk, do me thonë, unë mujë më të rejnë dhe ty dishka, po unë jam veç realitetin të full. Po unë të rejnë nëse ky më rejnë dishka, jam qasi që i besoj. Erë puna, një motër më njofti, tha, o këngëtar, tha, posh zotin, edhe ta mujë me gjithë kusha, posh zotin e ma, tha, thuj Albini ta bajnë një foto, edhe e kum prej kon sekuritasin, thash, Apenin thash është mërgjimtare, tha, tash ta i thamë, tha kryeministit, veç ka orë ma kanë gjitë për duar, edhe, po do ma nuk duarën. Qka ki? A ban me ditë, tani, me shose kum sho, se kam respekt se për prindin e ti ka fjallët mira për vllaznin e ti. A i kalzove kryeministrit, Agra? Kryeministri e ka një, e ka këty kryt, ka këqyrë. Qa ka thonë? Se di që i ka thonë masane, a i nështë edhe e ka pyt. Po a i mundët më tregu mu e sa Lizyba, qka ka me mu, po jo Sadre vetëm me mu. Fitim Krasnicin është apenje, me Benveja që pëdel me Leonin. I ka shku në Prishtinë, i ka thonë shka ke arti këtë me kërë. A i polet, jo jam deputet. A i tani e ka shoh, e din shë i ka thonë. Agram, veç sa për informacion se jemi në ku fushatë me nënë që e këna bu përinoti, përgjësine merë këte ndaj sa Lizybës, dhe më honë këto janë të vërteta që pëthu ty. Këto janë të vërteta, unë që shtu ka ndodhë, amo Sadri nuk ku marë, më ke thonë me orë me knju, se i kam dy të respektu, që shtu më ke thonë me orë me knju, po pas që marë vesh, unë nuk të rejë, ka ndodhë që shtu. Mus? Shka mus? Kjo se vlenë ishka tha, ku që s'ka bo? Albini ka sigurimet e veta. Populli nga, nëse ju mononi që të popull që u ka e dënë drejtsin me pështu këtë vend, nëse ju jeni kone Gërbeqave dhe kone popullit, vazhdojni me gjithë një dhe tjetër. Unë jam djallë lufte i rështum aty ku duhet. Kusht ma dënë atë dheun, unë i shkoj për mapa. Këta tjetë ma kanë tratu Kauzën, si presidentja ma ka tratu Kauzën. Kur letë e keja, e ka përjashtu presidentin. Zhagë e ka ne, e ju kujtojt mje dhe do niken edhe ato. Jim të eshë nglin me presidentin. Para i viti kështë Vjosa, gjithat fjallë thoj për Vjosën, apo pse nuk e do Albini se do ashtu? Prit, një sekund, prit. A ne lem të thomë në një vërtetem. Do t'i përgjesh në unë e bacit mus. Ti mu më përgjesh të kuj që s'bone. Hish, kuj që s'bone. Ti e komtar, shkon me mor pak lek, kuj që s'e avokati, si ti njajt. Pa e thoni fjallë, baca mus. Nishmi me keti, e shku për interes parë. Lek, mani. Po tash lem të foli, a e thoni fjollë. Ja pa e tregune. A i sekuritas, a i ko sekuritas atë Albini. Si se bo punë të taksis. Albini, pa lege bo punë të taksis. Si bo ti fale se bo punë të taksis. Inderupës, Albini ko sekuritasat. Sekuritasat kanë mujtë më më kapë, nëse unë jam gabim. Po jo sa Lizyba. Unë jam me Albinin. Ti shko të sa Lizyba, fot ja plim kështu kam i të sëmë punë atina. Unë jam me Albinin. Nuk jem me Albinin. Jam me Albinin. Ti jem me pare pas. Unë jam me Albinin edhe kam më konë, po ajë pëse po silët kështë. Komunizmit kemi pas. Ajë silët se ajë i din punë të veta. Ja, në shtatë të komunizmit. Në kod komunizmit. Në realitetit e më se për në pështu. Po dhe, po, okej, po... Realitetit jam o kështu. Hajde, vish le të në dhe këtonë. Mimi e lo. E lashën dhe gjova, ku që sta?
Hini në Shqipni, Një kuptonin avokatës e lo. Avokatin e lo, tash. Po. Vjosa Osmani, unë e kështë të tregu. Ma ka tratu ka uzën time. Po e tha Ka marrë. qenë letë e ke, edhe e kanë qitë letë e ke, e kanë përshtu. E kanë nga shak, e kanë qitë jashtë. Unë e kumë përka Vjosa Osmani dhe Doniken edhe Ishte me Albinin, për dhe. Pretja. Vjosa Osmani më ka transferu, mu më ka shutë Albin Kurti. Se si më konën aty, më konë me Ramurshin. Po të një Vjosa Osmani e kumë përka. Vjosa Osmani, 2 javë a 3, një muj për pa përfëndu karriera saj, edhe e boni djallëzim është ajo. E tratoj ka uzën time, e tratoj gjithë ka, sa ajo karrieriste. Qa bëri Vjosa? Vjosa Osmani jo karrieriste. Me Diramen, me Ushqishin i Çfarë boni. bëri? Tradhti i boni, tradhti Po në thuj, në thuj. Tradhti Se nuk ju ka. ka thënë Albini ka bo tradhti, Nuk ka pasi kërkush se që shpjegon ma çfarë tradhtu tradhti e ka komitem. bo. Tradhti. Më fal, çfarë tradhti ka bë? Na Po, shpjego. që kjo? Na shpjego. Që tradhti? Ha na thuj. Mas po e mum ka tradhtu me familje. Çfarë bëri pra, çfarë bëri? Mu më ka Po tradhtu. çfarë bëri pra, çfarë bëri? Be mum. Po ti nuk e di çfarë bëri, ta them pse se di. Jo, Se ty e ka di. dalë Albini E ka di thonë më qeftas, na ka tradhtu dhe gjithë ju albinisët na ka tradhtu. Unë Po jam- çe ju ka tradhtu nuk e di, po Unë ka e dua dhe thonë më baba të Albin. di, ka unë e thonë. përshkam ka tradhtu. Unë jam, nëse ka dikush që e ka dash këta dhe, unë jam dëshmia. Ani de, ata lona në të... Po le, po kërkush është Ja, ta. avokati. Po, avokatin le. A, Po kërkush është ka thot, asaj. Po të komunizmit ne Ke kemi kesh pasi Betina? shprehje. Ne kemi pasi shprehje. Albin Kurdi në ona se bën mo. Që ishte humor dhe tallje me pushtetin. Për ta me vërtet Kur i ndodhte një fatkesi dikujt, që ja kishte bërë regjimi komunist, po që ishte komunist ai që e vunte, kishte një shprehje, uji rrjedhi pastër nga burimi, po ndotet rrugës. Albini është i mirë, Enveri është i mirë, po janë këta, me Metçeu e këta tjerë të këqinj. Historia e zotërisë, nuk e kupton dot ende, ta kuptoj Vjen më mirë se vonë. the Albini është i Ta mirë. kuptoj më vonë. E pse çaj me salizimin se ke të thonë diçka? Po Saliu kujton se ka bëu Saliu. Ky më fal, këngëtari, kujton se ka bëu Sali Zyba këtë punë. Se ka bëu Sali Zyba, ja ka bëu formacioni si funksionon mentaliteti, psikologjia. Nuk është punë i nati, thjesht punë i nat komunist. Është sistem kultural që ata e kanë. Ata si një grup komunistësh që funksionojnë si komunistë, më kujton vetëm Partinë e Punës së Shqipërisë. Dhe Sali Zyba është për Metçeu i kohës. Inderim shumë respekt për gjithë, edhe për Bacen Mos. vjeni natë, Ekstra, si përrej zhublo. ekstra respekt për ty. Une e kum dosht edhe jam prej 2011-ës në parti me Albin Kurtin. Po Albini ka njerëz që ja pin dohonin Po pra po. mrapa. Uji rrjedhi pastër thoshim ne nga Enver Hoxha, po e ndot me Metçeu. Kështë të pëpit mrana do në bile. Une ata e kum po aja mu e mbrengos pse kur thot une jam me Albinin edhe për deputet A mund ta kandidat bëj pyetje se me bon unë, aja qytet, Po. se unë vi nga Shqipëria. Në qoftë se unë do kisha në Shqipëri një këngëtar që ka kënu Kongë Edi Ramës, apo Sali Berisha, unë do tallesh. A du ta di se Kosovë kanë bërë e pa që e bëni shpesh të punë. Or si që ka kjo logjika e Titos, që i bëni kongë partisë Titos, se kuptoj dot. Në atje Shqipëri tallemi me këto gjëra. Bëjmë kongë, po tu tall. Kongë parodike që tallemi me politikanët. Kur knoti kongë për Edi Ramën, plas gallata në rrjetet sociale. Edhe për Sali Berishën kokon. Edhe për tallemi më burri, tallemi gjithë ditës e gjithë natës. Vetëm qeshim edhe bëjmë humor me këtë gjë. Si që ka kjo Kosovë vëlla që bëni këngëtar për politikanë që janë gjallë. Po bëhet për një hero që ka vdek në luftë. vërtet. Bëhet po si bëni për këta të gjallët, se nuk e kuptoj dot. Ja u kalon Tito i amanet këtë punë si kulturë jugoslave. Jo Enver Hoxha ne kalon, jo Tita. Kjo është më e keqe akoma. Ne kena fshi këtë punë, si vazhdoni atë. Na tregon kur aty, nale te foli argumentin. Nga. A pajtu është që të me Ja, avokatin? ju më shpo kërkun së Po usha Albini ai. Jo si e kërkun hesh, Po beso. qish, a do të gjallit mi po kon nga ti ke thonë Jo, veç historie. kërkun së është as kjo as kjo, ku për ta. Pse? Pse nuk jeni kërkun hesh. A ka Veç që ma Albini shka bukur, të nale do për kry. këtë. Po, hajde. Fëmija që shkon të nona. Mami, ma e pak buk. Edhe thot, hajtë joli jem, se jem të zi do kumpira. Se s'ka pas gurë ka pas, në mend kumpira u gurë ka zi. Se s'ka pas ushqim. Po e vërtet. Albin Kurti, ato lekë që ka mujt me vjell, ka mujt me bo shka të duen, vetë ka mujt me vjell. Ja u ka dhonë popullit, i ka nda. I ka gëzu nonat, i ka gëzu thmin, plesht, e ka gëzu E dhe çka mendoni PZ apoja që e ka denu tash që e shtini një fëmijë, e kish denu 5.000 e diçka euro. Okej. E shtini një fëmijë ke me fol, Albin Boba. Ta shtu pet. Ti e ke marrë vajzën, për këngën, ti, më, për na pet. Për këngën e pyesja. Urna? Po pyesja për këngën, si boni këngë njerëz. Okej, just wait. Edhe e ka marrë vajzën prindi vet. Edhe tu munu me ekspozu thmin e vet, dikush, Albini nuk din më, Albini a kum flajt prom, a e mlua, se mlu, pa e gajnë ka përnja. Ti nuk din për thmi tonë, ose për nën tonë, ose për babës, se ky s'din kukur. Shtash unë jemi ju në studio, s'di shka kam do në shpi.
Po den Albini... E pse dënoj për za, po e ka dënu? Albin Kurti, pet. E kanë dënu se është qash propagande madhe, se Serbia ka 1 lek. Që vjen kesh për këti këndajt, mo s'ka më të gu kur, mo. Sot si ma bone këto. Se nuk mund të keshim e një kundra Pse du ta kesh me pagesë pagesë të punën e dimit? Mëre për ta futa e pa di Se du me zonde. pagu ti kush? Mos me qenë dakord me Albinin dhe me qenë dakord për shumë me Radhë. Po, Me Vjosna. zotri avokat, a kemi ja pregatit një padi musës? Ba ma një padi, s'ka problem, po unë dua të ndem. Po dhe? Këti që ka rrezikujtën për Kosovën. Po unë mund të zihem sa du këtu, po unë kam neri me respekt maksimal për çdo shqiptar. Po thot, njeri që ka shliru Kosovën si bëjën e padi. E bravo. E folin e fjalë mirë. Do t'i bëja mbrojtje A fare. njo qëllo. Që tu e qëllu, avokat. Na pet. Ja. Nuk e kam për Ja, që tu e ka qëllu. Po na pet. Absolutisht. Jo, kam një. Nderimi që kam unë, pra ata që kanë luftu. Po çfarë thumër? Nali unë e përdori edhe ka pak batuta ti përdori. Po. Kanë thonë blesht, më bë mu koll ti, me ti flaka, edhe më ardh dikush një Roma, dikush me të shkym. Ta shkym flakën, a duhet mja ditë për njerë? Po. Albin Kurti është nishi, që mbron Kosovën 100%. Nishi është, leme më këta. Sa lek i ki morë, të regom edhe ti. Po pse Unë e më kohën kur me të ta bëj pyetje. Ta bëj pyetje. Ata gojnë e sonë dhe Albin. Jo, unë e kum nis kongën për këta dhe për shokin e tij në 1 Arambën. miliard e Ta 500 bëj miliard. pyetje vëlla. E kum nis. Në kohët Jugosllavis, po të mos ishe me Titon, a ishe i shitur ke armiku? Po ose jo? Po të mos ishe me Titon. A ishe shi? A e kuptoni dot që ju jeni botë gjithë si kultura e komunizmit? Jo. Jeni kthy në atë kohë me Albin Kurti. Kjo është fitoria më e madhe e Serbisë në Kosovë. Faleminderit, Që ju ka Zotit. bëu juve si kohët komunizmit. Faleminderit për Zotit, mu u bon pasojë disa komandonta që unë jam kumastyne. Shka me dëni për Dritan Gënxhojni me, ke po intervjistë? Dritani ja ka fut këtë dhaj si ky ish. Pse? Pse i pagu me lek. Pse? Edhe ju shpagu. Ai ka rrejt shumë, ha, morë Pse për ka të më rrejt? rrejt. Kush nuk është më Ja, armiku rrejt. se pagu. Pret ma, unë e di që po folje më Ale, morë. okej, i me përgjithsinë e martes. Unë jam nishi. Se unë e kom zonë. Njën që ka vra. Nuk e ka vra. Rren është. Saramoti se ka vra. Po s'po du më përmen emna. A i ka rrejt. Po mirë që pas ka vra është dhe Saramoti. Po kur e mërë ju, unë jam zona, unë e kum zona ta. Veç 17 malje e kum zonë unë. Që tu e kum pas kalashin për tina. E në ardhë oficirat e Shqipëris, unë e kum zonë Borrell. Kanë? Pjetër Shalën. Pra, jonë 3500 vjeç që e din, jonë komandantat e këtë e din aty ku që ka vra. Turp, pardje kum net me vllatina, pardje. E kum thirë, vish, ta vërtetoj masjerë puna dhe ishtu. Thasha, dine sen kush e mune, tha ju. Thasha, dine sen atë ka vetë në herë kush për vllaton, në e konë hokë, tha ju, mërë. Nuk o i dënum Pjetër Shalë për vllatemin në hokë. Ani? Tha jo, haljo, kush s'ka bisedu? Ma kalon vlaun, 4 fëmijë mi kalon edhe grunë. Tha baba i gru sa ardhë ma ka marë, e ka marë shikin e vetë, mi kalon 4 fëmijë, tha i kom rrit jetima, haljo, se jonë pa babe pa njonë. A peshe që farë turpi jem në shqiptarë? Ma ka vra djallin e ri, 27 vjeçara me luftu për atë dhe, edhe shkon lufte të një mu luftës të ushqekes, e kanë vranë në Borrell, edhe një oblagosën. E këta do më të regu muaj Adriani, ku konë Adriani? Ku konë aj? Ku konë kë? Kush është Adriani? Qaj, shutja ka emnë Dritan, Si Adrian ti Gojë. emrin më, po ti nuk i di ka se emrin. Mirë, s'kam nevojë mja ditë emrin. Po pra këtë po Po them. më stran, Ti shan këtë dush. Unë jem konë aty. Mjafton mos jetë me Albin Kurti. Unë jem konë aty. Janë të je shikun konë të aty sigur. blerë. Unë jem konë aty. Unë jem konë aty, unë e kom zonë Pjetër Shalën. Veç 17 e din Sabit Gjeci, e din edhe oficierat e Shqipërisë, e din edhe poshtë, mu ma ka dhënë urin në resh kasnishi u dekra me lia, ma ka dhënë urin, tha mus. E ki për të ty më shku edhe me nejt, me Pjetër Shalën, me në zonë ku të është. Edhe më shkujmë të kuaj, ma ka shni kaloshin gjyks. Më kanë zonë, unë më konë veti treti, dy djemë ju komon, rrinin një stikoma aty, vramni edhe mu nësë nevoja. Po kur dhe cija Shqipërisë edhe që tyne komandonta, si s'kanë folë që 28 vite ka t'ju bonë. S'kanë folë për atë ja kanë lënë fëmijë jetima. E halo se kanë zbulua s'kush gjë. Kjo turp është për Shqipërinë edhe për Kosovën. Po është e vërtet. Shumë e vërtetë është. Çe ku kam të shpitani jeni? Në Shqipëri është vrar? Në Shqipëri e kanë vënë Borrell, edhe kanë prishur ushtrinë. 1500 ushtarë na kanë ikë për një natë. Unë e kom zonë. Ju e që kom zonë si më kontrim. Po ma ka dhënë urin, shkon zane. E aty e din sa Sabit Gjeci. Se ti e din si qëtu mu ma ki po të madhe. E më folë, Albin Kurti. Mu ma kanë tratu ka uzën, kënarin ma kanë hup.
60.000 veteran trashë piki, 20.000 invalid, 20.000 femne ke pas dhënuar në Kosovë, jenë lemru 5.000 burra që jem dhënuar për sëpëve. Pra me një kështë në shqiptarët, put qif shafajnë në shqiptarët. 5.000 burra në lemru si në kanë dhënuar sëpët. Kjo turpi, 800 femne, nga sa të zëmë. 20.000 femne kem dhënuar. Çfarë lutë kem bo napre? Pa disi mos më pakon Amerika. E shku Izraeli, James Rubin, u konë këshiltari ashim thashit, ja kanë pru Amerikanë. Sot është Albini, mos më dasht Amerika, zhagë nga inë. Albin Kurtin. Albin Kurti ju ka impronë troje tona. Albin Kurti, mas më konë Kosova, mas më konë Kosova, edhe Shqipërinë është i mu, por Shqipëria është garancia Amerikanëve, Shqiptarë Amerikanë. Une, për fatë, me fatë kjo shkonë, njën e dytë në Amerikë djali është se ka shokin më të mjenë drejtorin e cijës Amerikane. Tash e bona publikon e nuk është mirë me folë. Kur na i kem mis shqiptarët, asë një president në Amerikë nuk më zjedhët pa konë shqiptarët aty të skajtina. Se shqiptarët janë shqiptarë Amerikanë, lubimi, për shka për talë me dash me upë. Edhe nëse vjen e investor në përdeti, ma mirë më ardhë, unë shkova ndërë, skajtë rësë të këshim ble. Duhet se në këshim ble rësë. Rusë të duket. Gëgë. Mos ishe kjo Rusë gjuish e ta? Që sa po Mos ishe Rusë gjuish e ta? Gjuish. Pse? Gjuish. Ja, Rusë këtë. Ja, nuk kanë gjuish. Shifi emrat. Një kesh me ide. Shisi e ke Melisa. Shifi Zvënec. Gjoja Bulgar, gjoja Rusë, gjithë Ta gjuish. kanë problemin kështu. E di une, ku jem shku edhe e është shumë e vërtet. 1500 femna jonë të martume për Serb, për Shqipërije në orë. Për Shqipërije, nuk po du me këtë Shqipërinë me bon. Po 1500 femna, vajzat tonës që në mu ka duh me dhonë jetën për shqiptarë. Se kjo se unë e kemë bësh këti veni. Kjo veni është i këtyne edhe jemi. 1500 femna tonët i kanë morë Serb. Tonë i kanë morë Rom. Kjo turë për neve, për pak lek. Mos u shetni për pak. Këtë ka uzë, dhe shqiptarinë e mbrojnë, ka djemë në unë që e mbrojnë. Ka si une, Albin Kurti është, hej, zëtë fëndesin, a ke që Albin Kurtin. Bravo, do gjiti për musët. Hej, zëtë po Hej, shumë. a pe kryem një kongë tash bashkët? Po, ma. A gran? A pe kryem ti, a pe në taknën fitimi një ti po në goti? Po. A mund të leo që qeshun? Mos dola... Hajtë pe kryem për Albini, se pas ka me kesh A Albini. banë veç edhe diçka. Po mëre? Une, mirë tha avokati, e kam një respekt shumë të veçantë për Bacin Musa dhe për shokët e tij. Unë kam Kusherinin Bekim Oksmojlin, jeton Shirok Cuarekos, i kop lumat ende në trup që s'kan guxu mi ahik. Unë gjatë luftës nuk jam kon këto. Shka kam me fol para Bacit Musa. Po që më vogam, tash tjetra. Tjetra, kur më ka tregu djali Hoxhës tem për Bekimin, ai tregoi që unë çojsh na samojsh, që to je kon ti kur tregojshin që i tregoj ke plau këtaj Nuhija, Po mundësi me është një shokën kështu, po. tash, puna kështu. Unë prej 2011-s jam me Albin Kurtin edhe kam Se e votu kena Albin votu Kurtin. Veç qa e po mbren e tjetra. Mu e po mbren pse me bon dikush i PDK-s. Se unë nuk jam as kundra PDK-s. Po mos ta zgoti burra se kena O burra, e bën mos të hubim kohën. Pse ata me O kundra mnalje, Albinit. po shrizan e Zotit, një Zot ekziston. O kry. A i vetëmi lider në Balkan për shqiptarëve që kanë bronë trejtar. E vërtet. Nga, unë e kom shok, njësi speciali që ka 2 ditë, që ku kom njënë. O shumë e vërtet, besën Zotin ati kufshin falë. Që kanë brojt. Po habitem... Nëse s'në rënë. Mimi. Veç vishjeni të zgot, Po habitem me kultin e individit që është në Kosovë, kretë si kotë komunizmit më rëburi dhe otë. Ju e merë një individin dhe e boni hero madhështor të tipit përëndi, ju i faleni atit. Baba Albin, nuk e kuptoj dot, qëfa i keni bokë si vetës tuaj, nuk e imaginoj dot. Avokat, si keni këthy a ka banë shmrapa, në këto? si keni këthy, si kote Verogjës, si kote Titos, qa bëhet këshu më rëburi. Indiri Agim do që i tha, shka thu për Albin Kurtin, tha se kam jeta me thonë rënjof të i diroma. Ore, nuk kam as gjithë keqe unë me fali që e doni Albin Kurtin. Mënyrën se keni bërë si idhull, si përëndi. O, Zotin e ka shu, për qëtë moment se e traton, ka uzën time, ja ka zoj veni se këtyri tjeve. E kupton që lavazhi truri ka bo Albin Kurti, 22 vjetë Kosovës, du punu për dit, kajqik, propaganda, tamam, e Sorosit, mënyrën se ka funksionu lavazhi trurit. Lavazhi trurit për dit, për të kryu përëndit në re. Ky njëri s'ka për të rakuna pushtetit, Kosova duhet bosh. Nëse dëni me pështu Kosovën, Albin Kurti e pështën. Agenda shpo bazohet të lavazhi trurit. Lavazhi trurit. Ismail Kadare, maj mije, maj meshme në Shqiptari u konë, ka thonë, nëse fiton Albin Kurti në Kosovë, Kosova pështoj edhe Shqiptaria. Me emër Zotit. S'kena për agrurin.
O Agran, hajde, s'kena për juve. I nderuam, perse jam konë në emisionet e te, edhe kom pikë si uj, kom thonë atëherë edhe çdo kon tash po pise, që po kam 2 herë ditën, herë mbrëmje, kështu që shumë i mirë për zonë. Nuk pi bëj reklam, edhe atëherë kom thonë, po me të vërtet më ka bën hajër për zonë. Uj, si bura Seleman Goshi, faleminderit shumë. Agran, s'kena për tyje. Kryo Albini, po... Në mikrofon, kësa janë. Bana, do të mikrofon, po e merë zonë sa dush për që aty. Mitrovica e boletinit ka dal hokesh ty Albini. Se janë kon terrorista plot, kret ma ndryshe prymon sote. Fyt për fytuj, shku me shkije, jav ke boshëm, mirë me dije. Se këven ka trima halja, për Kosovën presin me rojë. Tregoj mirë si mbrohet pragun, heroina primbun jako. Bravo. Që ka ra për vatan me nder, tu i korshkijet me snajpere. S'ko mo banda, as dinar me ty Albini mi krenar. Se t'flet puna edhe vepra si në luftën ri me letra. Shtetiri demokratik, cep me cep i thojnë republik. Albin Kurtin sa e kem gjall, kur armikut mirë s'ka me i dale. Shtetiri jem demokratik, cep me cep batimus republik. Albin Kurtin sa e kem gjall, kur armikut mirë s'ka me i dale. Tregoj mirë si mbrohet pragun, heroina primbun jako. Që ka ra për vatan me nder, tu i korshkijet të frimi me shok me snajpere. Tregoj mirë si mbrohet pragun, heroina primbun jako. Që ka ra për vatan me nder, tu i korshkijet me snajpere. Bravo. Altini nuk ka rreshë blok. Jo, unë ndjehemi skandalizuar, në vend që të bëhet kënga për heroin që jep jetën për Shqipërinë, më fal për Kosovën, jepet bëhet këngë për Albin Kurtin me emrin e tij, po kjo s'ka kutri. Kjo është e tmerrshme. Po Albin. Ai duhet të bëhet këngë për heroin që dha jetën për Kosovën, që është një hero i madh dhe bëhet këngë bashkë me Albin Kurtin, po kjo është tmerr. Okej, a bën më fort? Po, ban. Okej. Albin Kurti para Afrim Bunjokut është hero i kumbit. Pse? Hero gjallë s'ko, zakonisht. Unë jem hero i gjallë. Kom thonë gjithçka shka ku pas mundësi, pse jam gjallë, po do ka më myt mua, Albin Kurti është hero i gjallë. Ka thonë gjithçka për këtë vend. Albin Kurti është i jepë edhe sot. Domthonjë Afrim Bunjoku ka dalë në teren, unë desh me Serbin, është i për Fatos Nanon, na ma shumë bidojmë, njerëz të shkojnë të vdekun apo për bidojmë. Hir Metën,
për shqiptarët e Ti Shqipërisë, heroi që gjallë ka ra bashkë me dëshmorë në shok, Kosovë, me nuk në Rambon, Serbin. me Veselor Uçi. Përmendë shkallë kryeministri. Po. Kjo skandal, kjo nuk ka ku të rri. E dëgjove çfarë thash? O si me Bokong, për Pandi Majkon dhe heroj shqiptar që kanë vrarë në Kosovë në vitin 99. Kjo është turp, kjo është skandal. Kjo nuk ka Pse Albin Kurti nuk e ka vizitu, tha ma herët edhe Vilsuni, Recep Selimin. Recep Selimin nuk ka dash me vizitu hesh. Pse? S'ka nevoj. Pse? Recep Selimi me Çfarë gjithë që ata Albini s'ka nevojë me diskutim. Recep Selimi është mreti, ka thonë mreti. Recep Selimi me gjithë ata është ty e kryeni përgjithësi që e kanë si jenë konë shtapi përgjithshëm, jenë konë shtapi përgjithshëm këtij veni, edhe për mbrojtjet atë, ata jem të realizum, nuk ka nevojë Albin Kurti. Albin Kurti vetë me mbron kufit, let ma i disë ushtrin, let ma i disë policin, let e ngon popullin, mos të traton ka uzën time, është heroi im i gjallë. Faleminderit shumë. Po, faleminderit edhe për ti. Jemi minutat fundit, avokat kisha pas dëshirë një mesazh për anës tonë. Jemi para zgjedhjeve datës 7 qershor. Nëse mundesh ka kamera kënej me u drejtu se kisha dashur groplan veç Altinin se e ka po. Gjykoni se çfarë i ka ndodhur Kosovës të 6 vjet për mirë e për keq, bëjnë çik llogarit se ku do jetë ardhmja e fëmijëve tuaj. Do jetë në Kosovë apo do arratisen dhe ata si prindrit e tyre dikurshëm, kohën e komunizmit jugosllav. E do ikshin në perëndim. Mendoni që po shpopullohet Kosova. Kur t'jepni atë votë, mendoni, çfarë shpopullon Kosovën? Ekonomia. Kush po ja bën ekonominë, si po ja bën? Thjesht me nda pensione apo me bë biznes? Ekonomia do biznes, do investim. Para në Kosovë është bloku. Dhe i mesazh për gjithë çunat e ri dhe gocat e reja të Kosovës. Hajini në Shqipëri, bashkohuni për protestat, për të rrëzuar armikun e shqiptarëve Edi Rama. Na shpëtoni bashkë me ju, bashkë me ne, ta shpëtojmë Shqipërinë nga e keqja e madhe që ka zonë. Duartëgitje për avokatit. Unë ju falenderoj shumë, mu sa e dhavesh mesazhin. A gran a ki diçka për fund? Po kam bace Ka mu kamera, sta po? diçka, edhe unë po tham që në të punojnë mirë se populli javë tregon venin. Po, a? Populli javë tregon venin. A kom jam Me ka gjatë të një ndosë përshtatje. Edhe që ata që ka thash, edhe ku më thonë me përgjithësi, une nuk jam kundra Sali Zybës, as kundra as një partije. Tamam puna, po. Une jam kundra se ai është një djali një prindit që une nuk e kum njoft, po një djali një prindit shumë të mirë, ai nuk ban me bon kësi gabime. Pse ka bon me umu edhe me tjerë, nuk e di. Baca mu se thanë fillim, sekuritasi on për këtë punë. Sekuritasi do të më Po e marrë. vërtet. E kështu që respekt për gjithë juve, respekt edhe emisionet i ki shumë qëllume, shka folin mrapa pse pi shikojnë. Pa ata është më i shikueshmi emisioni jëtë. E kështu Faleminderit që shumë, Agra. kështu respekt për gjithë juve dhe Faleminderit. kështu që ju përshëndes edhe musafirin, mas mbrëmi mund 2 sene ka knaqë në shpirt, kur tha nuk mujt i baj pa di tha një qëllirimtarit, u emocionova, edhe tash tha qoj hajdi në protesta, ta rëzojmë regjimin e Edi Ramës. E shumë Te kërizi, mirë. bën një. Edhe shtu. Hani shkurt. Një, po shkurte, Edi Rama e ka zgjedh populli, 80%. Që popull që kë popull e ka zgjedh? Po çfarë zgjedhësh Mos ma bën këton, mos ma Po bën atë këton. s'ka zgjedhje, më nuk Edhe në Kosovë ka zgjedh populli Albin Kurtin. Une rrështohem mas Albin Kurtit edhe mas popullit. Edhe në mas Shqipëri, Edi Ramës, a? edhe në Shqipëri, jo në Shqipëri mas popullit rrështona. Populli verdikti e ka zgjedh. Populli ka dalë në rrugë me. E ka zgjedh verdikti. Nuk i drejti me 80% që një shqi. Nuk i drejt. Po nuk janë 80%. Po A 50%, ajo kujt dëgjon këto lajme? nuk i drejti me thonë, nuk i drejt me thonë kur populli verdikti e ka Ja, zgjedh. bon Edi zgjedhje Ramën. në Shqipëri, tha. Edhe në Kosovë ka zgjedh, edhe në dashti prej Albin Kurti. I qof Pirolla, 62% e ki, nëse jem në 62% trotar, shkojmë bashkë krejt me të tonë. Faleminderit shumë qeshi. Veç një minutë nuk zgatë. Sadri i nderum, unë më ka bon një pytje. Tha, kujna ja kishe dhonë, tha, ti balimu arremit edhe Agim Aliot. Ai, a kë PDK? Agim Alio PDK. Thash, ata me garu për kryeministër java pse kanë punu. Mirë, tha, në të punojnë mirë, jave populli apet. S'punojnë, ata kanë punu nesër me garu në java, nuk më qëtë pesh partia. Qëtë pesh individi në të punë mirë për shtetë. Faleminderit shumë. Faleminderit dash. Avokat, faleminderit shumë. Faleminderit zotri Musa, faleminderit shumë. Respekt i dash. Skena për fund është fitim goshi. Do të më punë. Nëse kem kalu, adena do, po është problemi se me ty personalisht nuk kom, unë kom me kauzën tim. Bravo, Duartëgitje. Skena për fitimin, bravo. O just the door, o just the no hot lajmi
vërtete. Në hablajmi oj vërtete, si në radio ashtu në gazete. Si gazeta ashtu në radije, së në Prishtin oh na majtë mbledhije. Se Prishtin oh na majtë mbledhije, për flamurin ku qezije. Oj Shqipënia rema, rema, ku s'don ty o i plasë zemra. I plasë zemra dhe ju shkrumote, për vatan kur mos u gëzote. Valo, valo, u bajrake, shqiptaria t'kala me gjake. Valo, valo, u flamure, kastriotit ka mos në dure. Oj barja kushe majti, në prekas atem jashari. Se jemi vllazën, jemi shqiptar.